Vonesat e rrogave kanë nxitur revoltë tek punëtorët e postës së Tetovës, të cilët sot për të shprehur këtë revoltë lëshuan vendet e tyre të punës, duke protestuar para objektit të postës. Daut Ramadani nga Sindikata e Punëtorëve të Postave thotë se kjo situatë përsëritet më shumë se një vit, që me ditë të tëra nuk kemi as sigurimi shëndetësor e as pagesa në rregull të kredive apo të dhënave të tjera. Sot kina dalë bëjmë një protestë për vonesën e rrogave. U bë afër 6 muaj që rrogat s'ni marrën në rregull. E për atë arsye të gjithë punëtorët janë të revoltuar dhe duan rrogë. Se edhe ne përgjithmonë duhet ta zgjedhim problemin e rrogave, se u bë afër një vjet të gjithë çdo herë rrogat vonohen me 15 ditë. A çdo herë ne kina marrë me 100 deri me 500. A u bë afër një vjet se ni marrëm rrogën. Ne jemi pa sigurim shëndetësor, pa kontribute, ato që nuk paguhet rroga, nuk janë as kontribute, as sigurimi shëndetësor nuk paguhet. Për atë arsye, punëtorët kanë fëmijë, duan të shkojnë nëpër spitale, nuk kanë mundësi. Ne sot vendosëm të bëjmë protest shkaku i mungesave të rrogës që nuk jepen kohë. Ka disa muaj, po edhe vite mund të thënë. E kjo është një ndër arsye. Duke marrë parasysh nevojat e punëtorëve, kemi me lloj problematika, dikush ka banesë, dikush të paguajë ratën, po rritin fëmijët, po shkolla, diçka. Thonë, gjitha këto janë ato arsye që mungesa sjell gjitha këto probleme pastaj këta. Drejtori i postës së Tetovës Muhamet Zilbari mbështet protestën e punëtorëve, ndërkohë thotë se institucioni të cilin drejton përballet edhe me shumë probleme dhe vështirësi të tjera për punë. Këto punëtorë të cilët janë këtu e kanë përkrajën teme të parezervë në drejtimin e sigurimit të rrogave. Për shkak se të gjithë këto punëtorë apo shumica dërmuese e këtyre prej kësaj rroge mban familje edhe e bëjnë punën me përkushtim. Puna e rrogës, edhe pse është e primare, është vetëm një pjesë e krejt kësaj. Pjesa tjetër është se punëtorët të cilët i shihni këtu punojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira. Edhe në ato kushte ato e japin maksimumin. Maksimumi i atyre duhet të shpërblet me rrogë. Punëtorët thanë se protesta do të vazhdojë derisa t'i marrin rrogat.